Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, mirë se erdhët në emisionin ton Argument. Sot kam ftuar mikun ton, analistin do ta quaj tashmë për avokatin e mirënjohur Apollon Brau. Do të shohim fushatën zgjedhore, si po shkon ajo. Do të analizojmë nga pikpamja juridike pas u morën dhe vendimet më të fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për një çështje mjaft të prekshme për diasporën, për votimin e diasporës për herë të parë, dhe pastaj do të analizojmë nga pikpamja politike fushatën zgjedhore të dy partive kryesore. Zoti Apollon, mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Është e rëndësishme që këto zgjedhje të jenë zgjedhje të cilat të mos kontestohen nga OSBE Odiri. Përgjithsisht gjithë zgjedhjet në Shqipëri ka pas nga një detyrë nga OSBE Odiri, aq më tepër që për herë të parë në këto zgjedhje do të votojë dhe diaspora. Votimi i diasporës kishte fillimisht boshllëqe ligjore. Tashti ju si jurist, si shihni, si u ka përcyen këto boshllëqe ligjore? Tashi, ligji ekzistues mi bazë të cilit mbështetet organet shtetërore që organizojnë zgjedhjet në Shqipëri, është ligji i datës 29 dhjetor të vitit të largët 2008. Kjo doli pas marrëveshjes Rama-Berisha apo Berisha-Nano, Berisha-Rama, e njëjta gjë, pra derisa është marrëveshje për bashkët, secili mund të vihet dhe sipas Berishës mbi kërkesën e Ramës, u vendos kështu siç është, dhe ligji që është favorizon dy partitë e mëdha, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike që është në Shqipëri. Pavarësisht se kujt ja vën me fjalë fajin e ashtu quajtur far, ky ligj është demokratik, ishte demokratik, edhe po të ndryshohet prap nuk është se është demokratik. Është ndryshuar disi në për në vazhdim të asaj që thatë, se i dhe mirë i kuptohet, është ndryshuar disa herë, po ndryshimi esencial, po thuaj se nuk është bërë, me përjashtim të faktit të fundit, që u lejua dhe diaspora të bëj votim që nga diaspora, se drejtë e votimit nuk e ka hequr asnjëherë ligji shqiptar, po duhet ishte gati inekzistent, se s'mund shkoj njeriu nga Amerika, të shkoj të votojë në Shqipëri ose nga Anglia të shkoj në Shqipëri etj. Pra në këtë kushte mund të votojmë aty ku ndodhet gjithë secili, qoftë edhe 2 veta, qoftë edhe 5 veta, qoftë në Australi, qoftë në Zelandë etj. Për kuriozitet, avokat, janë 85 vende, domethënë shqiptar në 85 vende dhe numri i përgjithshëm i votuesve diasporës është rreth 245.000. Po, për rrumullakësi, për efekte lehtësie, unë e përmend gjithmonë 250.000 votues, nga të cilët natyrisht do ketë firët e tij të mundshme, po mbi 200.000 mendoj që do të jenë de facto votues të poshtë. Tani, siç është ligji, thash, favorizon Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike, sepse partitë e vogla, që mund të marrë një numër të kufizuar votash, po t'i mbledhësh në gjithë Republikën, këto partitë e vogla, arrinë të kishin 1 ose 2 deputet, ose qoftë edhe 1. Po 10 partitë vogla, nga 1 janë 10 deputet ata. Në totalin prej 140 deputetë që ka Shqipëria, 10 deputet nuk janë përcaktues, po gjithsesi në momentet caktuara janë nxitës, janë kritikues, janë shtrojnë presionin e tyre përmi ligje të caktuara. Po ky ligj po nuk arrit e minimumin më të ultën e mundshme, ato 5.000, 10.000, 15.000 mund të ngelin të ikin kot, digje se thot populli, sepse dihet që forca partive të vogla, po të ishe rarë në Republikën e Fitorit, po të ishe ndarë, se sot ishe ndarë në 12 qarke, në 12 qarke vështirë se kapin edhe një deputet. Nuk po them deri tani. Por në këtë vit, ka diçka ndryshim, sepse dhe partitë e vogla sikur duken në rrugë të mbarë, e parë kjo në mitinget që bëjnë, por megjithatë unë jam pak skeptik për këtë, për të fituar ato, por jo më shumë të gjitha bashkë se sa 10 deputetë, që pas mendimit tim paraprak, sepse asnjë s'ka asnjë përvojë, asnjë është një parashikim kjo. Nësa të flasim për atë që u pyetet për diasporën. Komisioni Qendror të Zgjedhjeve dhe ligji shqiptar e ka bërë që kostot
për votimin e diasporës përballojnë nga shteti shqiptar. Nga qeveria shqiptare sepse ajo ka fondet. Dhe Komisori Qendror Zgjedhjeve i ka marrë gjithë fletushkat e mundshme, i futen në zarfat përkatëse dhe dërgohen në çdo shtet që nga Amerika, ne na intereson shumë Amerika. Ata thanë që të Amerikës do dërgojnë më përpara me që është më larg. Ata gjithmonë do mundohen të gjitha më përpara të dërgojnë, po natyrisht nuk është më larg se Amerika që ka një shumicë jo të vogël, nuk mund të jetë Australia që ka shumë më pak. Kështu që mendoj që brenda datës 25, rreth datës 25 do shkojë secilit fleta e votimit e mbyllur dhe është individuale kjo fletë dhe do shkojë secilit me emër. Për shembull, nëse do vi fleta e merr Napoleon Brau, nuk më japin gruas time, po do japin mua. Dhe unë nëse jam, natyrisht do të lënë shërimin përkatës, shkoj ta marr tek është qendra tek posta, po e themi, tek vendi që e sjell posta konkrete. Pra, në një kuptim është organizuar mirë, sakt pavarësisht kostave që për shtetin shqiptar është diçka. Dhe duhet kjo sa më shpejt kushdo që e merr ta plotësoj dhe ta nis sa më para. Për lehtësi, sepse mund të ketë votues të ri dhe njerëzit janë larguar me kakoj nga Shqipëria dhe plus që nuk e gjojnë sistemin zgjedhor të atij shteti, atje brenda ka fletën udhëzimin përkatës. Ai udhëzimi në Shqip është dhe s'ka shqiptar që voton dhe nuk di shqip. Dhe atje është tepër lehtë pastaj për të plotësuar. Po një gjë e ndryshme në këto zgjedhje krahas atyre që përmendët ju, është dhe fakti tjetër që forcat politike i ndan deputetët e caktuar dhe deputetët të cilët zgjidhen në pas të votave të tyre. Edhe në këtë mes... Jo, kjo nuk është se i ndanë ato, po në ndryshim nga ligji i kaluar, zgjedhjet të kaluara, gjykata kushtetuese në Shqipëri tha që duhet të bëhet jo komplet e mbyllur, po do ketë një kufi të mbyllur të tjetë dominojnë dhe hapura. Kjo është saktuar sipas domethënë. Pra, kjo është orientim kushtetues. Orientim kushtetues i gjykatës. Ky orientim kushtetues i gjykatës nuk është detyrues se pik për pik se si ta bëj, sepse gjykata thotë duhet të ketë. Dhe partitë politike, 2 të mëdhat, megjithëse PD-ja në fillim tha nuk e votoj, por në fund e votoj. Pra, marrëveshja prapë PSD është, marrëveshje normale, jo pazare siç thonë. Në fundit çdo votim është çështje interesash. Nuk mund mendoj që PD-ja të ketë interes të fitoj PS-ja ose PS-ja të ketë interes të fitoj PD-ja ose një parti tjetër e vogël. Pra, s'duhet gjësh politikë fare që të mendosh se ka aq humanizëm politik sa çka humanizëm në jetën shoqërore e familjare. Pra, është luftë e ke vëlla. Po, kur vjen puna për interesat e partijake, je kundërshtar. Nuk je armik, po kundërshtar je. Pra, dhe një e treta lejon ligji që të jenë të mbyllura. Po ka një gjë, duket kjo, kur e thua në konceptin e parë, në digimin e parë, një e treta të mbyllura me fjalë ta fitojnë, është sigurt ta fjala e mbyllur, me fjalë ta 10 të parët. Për shembull, në Tiranë, Partia Socialiste kishte 18 herën e kaluar, marrëm Tiranën. Nga 18, Partia Socialiste 12 parët i ka vendosur në listat mbyllura dhe 6 të tjerët rrinë listat hapura. Se 1/3, po 1/3 36, se ka 36 deputet të mundshëm Tirana. Nga i bie 12 në këtë. Dhe pra, duket kë 12 që sikur dalë po mirë se ka ato tjerët, po ato tjerët nuk e fitojnë gjitha PS-ja. Pra, de facto, lista e mbyllur, megjithëse duket se është 1/3, kalon jo 2/3, se ata 2/3 janë në listë, po nuk mendohet që Partia Socialiste fitojë 37 që janë bërë të rinë Tiranë, po më e madhe sikur në ditët më të ashtu do vej 20, nuk do vej prapaq. Pra, për 7 veta, për 6 veta do luftojnë të gjithë personat e tjerë që janë në listën e hapur, me njëri tjetër. Po pra, kjo ka shkaktuar. Kjo dhe për PS-n, dhe për PD-n. Dhe për PD-n, për të dyja. Ka pak kënaqësi nga personat të cilët pretendonin të ishin në listat mbyllura që janë në listat e hapura. Jo, PD-ja nuk është aq e ndjeshme kjo, pa kënaqësi në këtë rast, sepse Berisha jo se donte ashtu, po i detyruar nga fakti. Ka futur partitë e vogla. Sepse
nuk mund të mendosh që të marrësh Partinë Republikane në koalicion, ato pak vota, 10.000. 10.000 po është një deputet, ose afër një deputeti. Po se bërë ti që futë listë të sigurt kryetarin e asaj partie, nuk vjen koalicion fare me tyra. Po hum një deputet tu, hum një atje, i bie nga një mundësi barazimi ose fitore, të kalosh e sigurt 100% që në humje. Dhe u detyrua me kësë është koalicion, 25 parti, a 26 parti, do u japësh dhe atyre të vegjilve diçka. Dhe ja futur dhe partitë e vogla, me gjithë se kanë shumë numër të vogël të mund që vota nga populli, i ka futur këtu dhe në 12 e parë, Partia Demokratike ka futur figurat e vjetra, të gjitha, po thuaj se të gjitha. Kalon jashtë, që pas mendimit tim që s'duhet ta linde, Jonida Tabakun. Kjo është ndër zërat më të dëgjuar të Partisë Demokratike. Se kalon dhe PS-ja, po PS-ja i kalon gjithë. Pra, parimorët të gjithë armatën e vjetër dhe të konsoliduar i kalon jashtë. Me Majko, me Gjafar, e tjerë, se ne njojmë. Pra, dhe ka futur në listë sigurt, këta që janë 3 të panjohur për të konsoliduar. Kjo është një politikë që e bën gjithmonë, i forti e ka këtë luks për ta bëjë këtë. Nësa Berisha po të bënte këtë, si që bëri Rama, i binte që të shpërndashi, të mos binte koalicioni me 25, po të binte koalicioni me 2-3. Do ishte detyruar. Pra, nuk është e drejt që s'është e drejt gjithmonë, shkele ligjore s'ka asnjë ralloj forme, po në kuptim më parimor të bësh si Rama, po Rama los me këtë rast luan me fitoren apo e ndikon më shumë në fitore kjo nari që ka vënë ata në të listën e pasigurt, ata figurat e njohura, apo japin shumë, është një pikë pyetje. E njohura, ata mund të mbasen do t'i largoj? Jo, e ka një arsye tim, në fakt. Është një ekip i fortë, që të bëjë një lot, unë ekipin e fortë e kam, e mendoj këtë ndeshje të fituar, se kështu e parashikon, bën planin e tij, dhe nuk futet dot, nuk bëhet dot një sportist i mirë i ri, thot ai, i mirë që fillim pa lozur. Pra i fut në garë ata që po t'i lihen listën e dytë, ata smirrin, të fitojnë këta, konsolidojnë dhe ata ndërmjet atyre 15-20 të tjerë që janë, le të fitojnë 5-6 kush qëtë bizoti. Po ka dhe luksin tjetër, sepse për shembull, në rast se fiton Gjafaj për shembull. Ai thot do bëhet ministër i mbrojtjes i bën Gjafaj. Duke menduar dhe ata nuk ndjen, duke menduar fitore, ka poste qeveritare sa të duash, shteti ka plot poste sa të duash, me ambasada, me... Pra, mendon i le të kënaqur përsëri, sepse u jep poste tjera që në fund njeriu zanatesh, vend që paguash deputeti, po vend paguash dhe s'vësh ministri. Kështu që mendon e zgjidhur këtë pikë. Si mendoni, për ta mbyllur këtë pjesën e parë, është e zgjidhur konteksti juridik për zgjedhjen? Jo, para se asaj, mos të harroj dhe mos ngellet me rakën gjë, në lidhje me fletë të votimi që do vinë. S'duhet asnjëri që të mendoj sepse am në Amerikë, për shembull, dhe mund të aplotsoj këtë unë për gruan, ta aplotsoj për vajzën, për djalin, sepse gjërat tilla janë vepra penale në Shqipëri dhe jo të mendoj se am në Amerikë, s'më ka pa i ligj, sepse ai ligj të ka... Ku ta di ata që qojnë? Po në qoftë, asgjë nuk dihet, po si puna saj, mos guxoj njëri të vjedh, ai që s'kapet dhe s'kapet. Po ja del shkrimi i njëjtë, shumë. Po Dikush thot, ky është shkrimi ati. Kush nga shtëpia jote mund ta denoncoj nesër pas nesër. Kur thua si është ligji, nuk e parasysh ato kapet as do kapet. Ndalohet votimi familjar. Ndalimi i vjedhjes, ka plot që vjedhin dhe s'kapen. Ka plot që vrasin, por vrasin ndoshta edhe kapen më shumë. Pra, kur thua nuk lejohet dhe të kesh kujdes, nuk kam parasysh se të gjithë do e bëjnë ato. Po pse duhet ta bësh një gjë, më mirë s'voton fare gruaja ose s'voton fare ti, se sa ta bësh një gjë që ke pasoja penale, dhe janë të rënda ato, dhe shetë shqiptarë të kërkojnë shumë mirë këtu ku je, Amerika të ekstradorën për një herë në Shqipëri, është e sigurt, dhe pse duhet ta bësh këtë? Do të ndihmosh atë parti, ndihmoje. Tjetër, kur të votojnë, ata që do votojnë, nuk duhet të votojnë Pandelim Majko PS dhe të votojnë këtu Partinë Demokratike. Quhet vot, s'është vot fare. Pra, o do votosh subjektin edhe personin. Dhe personin brenda atij subjekti se quhet e pavlefshme. Nëse voton vetëm partinë pa vënë asnjë emër, prapë quhet e vlefshme për partinë pa emër konkret të asaj partie. Për çdo parti.
si udhëzim praktik. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, po e ndërpresim këtu emisionin për një pauzë publicitare. Do të kthehemi pas pak.